Përsa i përket raportit tim me Durrësin personal, me që unë jam kandidat i këtij qarku, unë kam bërë disa betejë në Durrës, duhet ndalen vetëm 2 prej tyre. Beteja parë ka qenë për Velierën. Unë kam qenë një ndër aktivistët kryesor që kam kundërshtuar Velierën Durrës me shëmtie madhe, betonizim për $6 milion, janë përplas me Vangjush Dakon, qoftë në bashki, qoftë në komision parlamentar që kemi bërë në kuvend, dhe i kam bërë pyetje publike, ku e merr rrogon ti, në Beograd apo në Athinë? Fakti që ai ka ndërtu beton dhe ka gërmu me matrapik tek torra veneciane, që nuk është histori vetëm e torrës veneciane, unë gjykoj që Durrësi sa më shumë gërmohet, aq më shumë nxjerr për arkeologjinë tonë dhe për historinë tonë. Prandaj unë kam marrë përsipër. Nga kjo studio e them që në rast se unë do të jem Parlamentin e Shqipërisë, do të bëj gjithçka që Veliera që është aty të mos jetë, edhe të bëjnë ngërmime arkeologjike që ne të shohim se çka ka Dyrahu aty. Përballja ime me Alabar për portin e Durrësit. Kemi diskutuar me Alabar në një moment tek arena kombëtare, tek stadiumi i Thirrit, gjithë kuratorët e artit, njerëz piktor, njerëz shkrimtarë etj, për t'i prezantuar vizionin e tij për portin e Durrësit. Ndërkohë nga ana tjetër mendoj që aty është grabitur porti i Durrësit dhe ja kemi thënë sy, jemi përplasur me Alabar. Edhe ky moment ka qenë krucial në raport se çfarë kam bërë unë për Durrësin, pra po them. Kështu që këto 2 beteja do doja t'i evidentoja.